Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Fjalimi i parë, pjesa Kurani famlart dhe fjalimi që tregon edhe për haxhin. Kurani famlart. Ai, Allahu, ju ka lënë juve po atë që u ka lënë popujve të tyre, të dërguarit tjerë, nga se të dërguarit ata nuk i kanë lënë pa bamirësi, pa rrugë të qartë, pa shenja të qëndrueshme. Ju a ka lënë librin nga krijuesi juaj, ju ka shëruar të lejuarat dhe të ndaluarat, obligimet e prera dhe vendimet e lira, urdhrat revokues dhe të revokueshëm të tij, atë që është e mundshme dhe detyrimet e prera, të veçantën dhe të përgjithshmen, këshillat dhe shembujt e tij, tërësisht dhe pjesët, qartësitë dhe paqartësitë e tij, duke i sqaruar hollësisht shkurtesat dhe duke ndriçuar të gjitha gjërat e paqarta. Pra kjo flet për Kuranin. Në të janë disa ajete, njohja e të cilave është obligim, dhe disa të tjera mos njohja e të cilave njerëzve u lejohet. Përmban edhe atë që sipas tij është e obligueshme. Mirpo ai e lejon mos përmbushjen e kësaj. Ose ekziston ajo që është obligim për një kohë të caktuar, por edhe jo pas kësaj kohe. Ndalesat e Kuranit gjithashtu dallojnë. Disa janë të mëdha dhe për to ekziston dëshkimi me zjarr. Të tjerat janë të vogla dhe ka gjasa të falen. Disa të tjera ai do t'i falë me një shpagim të vogël ose të madh.